Zoti ka bollë edhe ty. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Më gru. Tu I pas dy djem, me thonë veç vetën e ti. Shpirë me të thatë. Ani me ne vaktu në kujsh, mos po martohen e nusët na I marrin djemët. E tash I marë Gjermania. As nuk I shef, as nuk I ki afër. E more burë, ti mire ki. Nona nuk ngijet kur me vlad. Veç ti kisha pas ngat, edhe në kishin marrë nusët nasht, I kisha pa ka një herë dhane. U bama kjo, shkoj, kaloj. Po, ka keq ma keq. Me rëndësia në shnosh e mirë. Edhe pare kanë ba, najherë për të shojnë ti, me rëndësi shëndetin e ta kanë mirë. Qashtu është valla, veç. Hajri inshallah. Allah I shpërbleft. Allah I të rujt familjen. Amin Allah. Opa, Ku me te njëri? që vërru, shaka krisë. Kur gjës ka kris? Po, kena me të pa hargjë. Krejt që të në letër ti kom shkru e shkameri. Se më do të me bo bukën për iftar. Ko gru me nova pali që pas ka krisë, kjo urdhët e shpisë. U kuri sultanesh. Shko.
O, këshi, të më djeta. Nga gjitha këshi. Si, a e mirë? Mirë për ty për këshi, nam, rahat për zotit. Shqyqe, Po ka përcim. shqyqe, Jo, shqyqe. a e një mirë. Mirë, shqyqe. Shoqja, djemte. Mirë, krejt. Apo folin më ata qysh janë? Drejtën me thonë, djemt ka njësë ma shpesh po lemronë, po vesin, po shtu që jemi e një mirë, po ka njësë edhe ma shpesh po në animojnë. Shqyqër për S'po në zotit. harrojnë. Ju ka shpia mirë krejt. Mirë për nam njerë. Me Ramazan shpeshoni. Paj, po mundohem qëto ka pak, ka dal. Me i dari që e kini punë. Allajve këshi, nështë ta morë me thonë veç, ty be dy goj buk për iftar nuk i kam. Po, Kjo është Që ta ka problemi ma i shku, vogël këshi. Hiç nuk është marrë për këtë punë. Atë që e kemi na, keni me pas edhe jo. Edhe mos më ngushto hiç, lirisht, kur do më takojsh herave tjera, duhet të umu, maj këtë këshi. o këshi se pa mje keq. Këshi, sa tjetë Ramazani, mu më këti mrapa këto. Nera të rrit e zotit ashtu, të këshi. Për sot t'i dhash këto, e herave tjera t'i ja për 2-3 ditë arshme. Hiç mos më zgjidh për këtë punë këshi. Nera të rrit e zotit ashtu bereqetin. E të Hajde. rrit familjen këshi. Veç Faleminderit me të shumë. mira. Allahu ka vullësh. Amen. Zoti ka bolla dhe ty. Amen. Po, qysh je? Familjen qysh e ki? Mirë. Shqyqyrë zotit mirë janë. Po edhe djemt kanë njësë ma shpesh për lemrohen. Shqyqër Edhe ato mirë janë, krejtë. Po ti, qysh je? Valla me thonë drejten, sot jem kogja shumë rëzëqëm. Njani prej gjematit. Më tha që me këshyrë më jam rrjedh dhe pare, se e kesh gru në kogja keqë. Po do kemi shti në operacion. E o mërziti shumë. Mo bre. Ajo më shem kalëzoj hoqë. Po, a janë mledh heqa, po mundet me i dalë fundit. Po, mirë është se po ka kogja shumë ba mirë sa. 2-3 umë rrjedh. Po, kogja dhe një shumë e më dhe po vynë. Edhe s'po du shumë e rënu se po ngushtohet për gjematit. Mirë, shumë mirë pas e më hoqë. Po në sonë të kismet dhe të foli me gruan shpi, edhe e vendosën këtë punë, diçka do të ndihmoj edhe unë. Faleminderit shumë, po nuk ka nevojë edhe shumë. Krejt ka pak, e bojna qarën. O bo, hoqë, ka zgjidhje për këtë. Hajde ditën e mirë. Veç me të mira.
E kalu me koftë. Po, që shu ka dhe shpia? Nuk e di bre hoq. Po thojnë në instalim elektrik është ngatru në i tel tjetër, nuk e di asone. Po shqyr Zotit nuk kemi qëllu në shpi. Vallahi, sadakoja ju ka pështu. Po. Vesh ndima e Zotit e shqyr s'kemi qëllu në shpi asone as gruja. Se kish mujt me ndot edhe ma e keqë. Po tash, ku përveni? Tash jemi të nejtë të një kushërin jafët aty. Derisa gjejmë në zgjidhje, na i kulm dikun për me kry na i banes me qiraje me ostrehu që aty. Pa i shqyr Zotit edhe djemë t'i kam jashte, mbledhen na i pare dhe ato, e derisa të më qojnë dishka me mashtrin dorën me mni mu, do të rri me qira qështu. Derisa ta sigurojmë një kul me blena i shpi. Po kryesorja nuk ndodhe ma e keqë. Shpëtum edhe unë edhe gruja. Qashtu? Qashtu më se pesh zamër. Qa ka shkru Zoti ka më ko? E ti, me që me të mira. Me të mira, hoqë. Hej, ti njeri. Qu. Bre, shobo. O, kur gjësu bo, bre, për na pas kanë zonë gjumi, ka thiri atësia, na, flejt. Ku marja Zotit? Kur s'kena flejt vakte pa vakt. Ku, shkëllë. Po, bashkën e Zotë. Po marrë dhe t'i hoqës dhe për gjematit të piket. Kush është marrën kitë vakt? Dalë të shumë kush është. Ruaj që të vene pak. Manoq. O, koftë mira veç. Veç si këni ardhë. Veste mi qatë. Ale këshi, shkaj ke punë ta që shje. Mirë, që të shpëna shepre. Mirë me thonë. Mosë më zetë. Qofte kalon edhe kjo. Farë në rema. Pa i një mira që shenja. Aga hoqë, për haj Ramazani. Falenderit për hari kuftë dhe juve. Falimderi. E qofte kalume. Farë në retosh. Falimderi. Qofte kalon e festinke. Mosë më zetë. A jeni për kofa, për qaja? Valla për qaj jo, se vetë sot dorën pe gjamis, po ka një kafe. Që tash me njerë jo? Ka i kofë. Sot nuk erdhe në gjami. Vallaj ballë marrë. Po drejtën me thonë në kizon gjumi edhe mu, qëto edhe shoshëm, të marrë dhe bi gjematit. Si jam su për dit me ardhë. Jo bre, nuk është marrë. Se kjo këtë dhe në ndohë. Po, nduhet më të kallëzu diçka. Folloq. Gjemati janë organizu për më të dalë ndime. Dikush ma shumë, dikush ma pak. U bo këgja shumë një pjesë e madhe e para për më të marru shpinë. Qysh bre hoq? Krejt janë organizu kështu, ha? Falemderit shumë edhe prej onës juve edhe prej këtë gjematit. Mos në ngushto kur gja. Ti e meriton. Na për qëta jena këto? Me ndimu një një tjetrit. Po bre hoq, po.
keni bën shumë mirë, po edhe jam ka ngushtonë pak. Marrë. Mo dikush tjetër me thonë ki djemë t'i ka jashtë, e na me janë drejtë shpinë. E diskutuam edhe këta. Po krejt i dim që djemë të tot freke ndale. E nuk mujmë të ndihmu. Po të dësha mirë, ti e meritan me të një mu. Ti e ten qëfar ndihmën ke pas bo për gru, kur isha keq, zërë. Bili ka zunë edhe gjemoti që shumë keni mu e ke bo mirë. E mirat këthet me të mirë omin. Po në kur nuk ka me harru, që me pat e gjithë porët, me që gru në pratë. Zoti ju shpërbleft. Po shqyqyrë që edhe unë i kam pas mundësit. E Zoti ma ka mundësu mu që juve me apshtin dorë në me më ndihmu. Po. Sadakaja është shpëtim. Ti ke shpëtu nga tragjedia, ta është për të kthejet e mira që e ke bo. Edhe kur e qelëm këtë muhabet me xhamat, xhamati u shtyshin cili me dhonë për ty. Qashtu. Falemderit Zotit. Po falemderit edhe juve që i kam si vllazni. E falemderit shumë edhe për këtë xhamat bujar që e keni. Mos na losh Zoti pa njerëz të mirë si ti. Lëmt. Këtë njerë ka qenë fjallë popullore, të mirën hodhen deti se diku kime qenë. Që është të nërës. Hajde na boft mirë. Boft mirë. Faleminderit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhëruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kënde uzon Allahu Azza wa Jall në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë, s'ka kush që mund ta humb, dhe kënde Allahu subhanahu wa ta'ala e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që uzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij fundit. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, sot me lejen e Allahut të madhëruar kemi me trajtuar një temë e të cilët nuk bëhet fjalë vetëm për veten tonë, mirë për në raportin ton me të tjerët, në ndihmën ton ndaj të tjerëve. Ramazani nuk është thjesht një muaj i urisë së trupit, por është një muaj i zgjuarjes së ndërgjegjës sonë. Muaj në të cilin Allahu deshi që besimtari ta ndjej në stomakun e vet atë e të cilët i varfëri i ndjen në shumicën e kohës në jetën e tij. Prandaj Ramazani nuk nënkuptohet pa ndihmën për nevojtarët. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, agjërimi është bërë obligim juve siç ishte për ata para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Kjo devotshmëri arrihet duke e ndjerë në urinë si një element e të cilit tjetri vazhdimisht e ka në jetën e tij, duke ja ditë vlerën e mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, duke e bërë njeriun më të ndjeshëm ndaj njeriut. Prandaj, ashtu edhe Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lidh agjërimin me solidaritetin shoqëror. Se nëse një njeri nuk ka mundësi të agjëroj për arsye të ndryshme shëndetësore apo për shkak të shtyrjes në moshë dhe nuk ka mundësi që të agjëroj, atëherë kompenzimi për agjërimin e tij është ushqimi i një të varfëri në ditë. Ramazani pra na mëson se njeriu nëse nuk ka mundësi të agjëroj dhe nuk ka mundësi të adhuroj Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet agjërimit, atëherë kjo ja mundëson duke i bërë mirë të tjerëve, sepse adhurimi nuk ndohet asesi nga shoqëria dhe afrimi tek Allahu subhanahu wa taala
kalon përmes shërbimit ndaj njerëzve. Devotshmëria, të nderuar vëllezër, nuk është vetëm aspekt i cili lidhet me lërjen e ushqimit. Mirë po, ajo lidhet edhe me ndjenjen ndaj njerëzve, largimit ndaj gjunoheve dhe mundësisë së afrimit të raporteve në mesvete. Andaj, ndihma ndaj të tjerëve duhet të jetë ashtu siç është agjërimi yt. Siç është i fshehtë agjërimi mes teje dhe Zotit, të jetë po ashtu edhe sadakoja jote me një sinqeritet, dhe jo për fomë, jo për sy të njerëzve, jo për arsye të ndryshme, por të bëhet vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. I dërguari Allahut alayhi salatu wasalam ishte një njeri bujar. Ishte njeriu madje më bujar e të cilit ka ecur në sipërfaqen e tokës. Mirë po, në këtë muaj bujaria e tij rritej. Ndihma ndaj të tjerëve rritej. Ai në këtë muaj ushqente më shumë njerëz. Falte më shumë njerëz. Ju ndonte nga pasuria e shtetit më shumë një kategorie të njerëzve. Sepse i dërguari Allahut alayhi salam ishte mëshirë për të gjitha botët. Ai nuk e kthente askënd duar bosh. Gjithashtu i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam me një hadith e të cilit na thot, kush është qenë agjërues, e ka shpërblimin e tij pa ju paksuar atij asgjë. Subhanallah. Farë mundësie madhore, madhështi e të cilit vetëm një ignorant mund ta lë këtë t'i kaloj. Një hurm ndaj tjetrit në Ramazan e ki shpërblimin e agjerimit të tij. Një gotë ujë e të cilit ja dhuron tjetrit e ki shpërblimin e tij. Një iftar i thjesht e të cilit ja shtron tjetrit e ki shpërblimin e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala ta shkruan shpërblimin e një agjerimi të plot, pa ju paksuar fare atij. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na paralajmëron me një hadith e cili është mjaft i rëndë. Thotë, nuk është tamam besimtar ai i cili flej ngopur ndërsa fëmijë i tij është i uritur. Ky hadith në Ramazan peshon më shumë më rënd se kurrë, sepse si mund ne t'i shtrojmë tryezat tona të stërmbushura. Mirë po, një afërm joni, një fëmijë joni nuk ka asgjë në tryezën e tij. Le ta agjeroj zemra bashkë me trupin, dhe zemra le ta ndjej dhimbjen ndaj të tjerëve. Gjithashtu, Ramazani është një muaj i shumë fishimit të shpërblimeve. Një sadako bëhet 700 fish, një ndihmë bëhet shpëtim, një lot i fshirë të bëhet dritë në ditën e gjykimit. Sahabët e kuptonin thellë dhe mjaft mirë këtë muaj. Ata e përjetonin këtë muaj. Një prej shembujve është Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma. Ai nuk qelte iftar pa e pasur një të varfër. Gjithashtu, Ali ibn Abi Talib radiallahu an thoshte, pasuria nuk paksohet duke ju dhënë të tjerëve, mirë po aja shkatërrohet duke e mbajtur atë padrejtisht. Ke mundësi m'ju dhënë të tjerëve, të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala pasuri, ndihmoju të tjerëve, delju në ndihmë të tjerëve. Allahu do të del në ndihmë në ditët më të vështira tua, do të del në ndihmë në ditën e gjykimit, e të cilit secili njeri do të dëshironte, apo secili pabesimtar do të dëshironte që krejt pasurinë e tij ta kishte dhënë vetëm për të shpëtuar atë ditë. Allahu subhanahu wa taala të ka veçuar me iman. Atëherë shfrytëzoje këtë besim të cilën e ke në gjoksin tënd, duke bërë vepra të mira dhe ta arrish shpërblimin dhe gradën sa më të lartë në xhennet. Të nderuar shikues, le të zbret ky realitet në jetën tonë. Ramazani erdhi në shtëpi tona me tryeza të mbushura, me ushqim madje edhe të tepruar, me mbetje të cilit fatkeqësisht duhet të hidhet. Ndërsa afër nesh mund të jetë dikush që ka pasur nevojë për një shport, ka pasur nevojë për një zarf të fshehur e të cilit ju dhorohet atij, ka pas nevojë për një borxh e të cilit kishe mujt me lar atij. Ka mundur që ne t'ju dalën në ndihmë të tjerëve. Andaj Ramazani nuk na kërkon luks. Ramazani kërkon angazhim. Ramazani kërkon zemër të ndjeshme ndaj të tjerëve, që u del në ndihmë atyre të cilët kanë nevojë. Një iftar i thjesht për një të varfër, për të do të thotë shumë. Wallahi ai do të gëzohet dhe do të lutet për ty madje. Kur ti fle në gjumë, ai në namaz të natës, në sejdë bën dua për ty.
bën dua të sinqert për ty dhe ka mundësi që ajo dua të pranohet tek Allahu subhanahu wa taala dhe të arrish xhennetin. A nuk ke dëshirë të hysh në xhennet? A nuk ke dëshirë që dikush të lutet për ty? Andaj, ndoshta kjo që të japëm sot është e vogël, por tek Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit do të peshon shumë rënd, sepse Allahu nuk i shikon shumën, mirë po e shikon sinqeritetin dhe dhimbjen që ke ndjerë ndaj tjetrit. Andaj, Allahun mos na bëf prej atyre që agjerojnë vetëm me trup, mirë po na bëft prej atyre të cilët agjerojnë, që folën me përkushtim të plot, që ju ndihmojnë njerëzve të tjerë me vepra të mira dhe mos harro se Ramazani kalon, mirë po veprat e tua të mira ato të të mbesin. Ato do të gjindën në kohën më të vështirë të ndën. Andaj, ndihmoju të tjerëve që Allahu të ndihmojë ty.